Tregu i punës në Shqipëri po pëson ndryshime nga viti në vit. Eksperti i punësimit Erion Muça thotë se sot nuk është më vetëm çështje dege studimi, por edhe lloji i punës që individët do të zgjedhin të bëjnë. Një nga prirjet më të reja janë degët që garantojnë vetpunësim, sidomos nëpërmjet talenteve individuale. Kjo vjen edhe për shkak se të rinjt kërkojnë që të shmangin forma tradicionale të punësimit, atë me kohë të plotë në kompani. Sot mundësitë dhe hapësirat si në rolin ndërmjetësit në ofrim në shërbimeve, ashtu përmes vetpunësimit në funksion të talentit të zhvilluar që ke, janë bërë trend i kohës dhe në modë. Tendencat e reja tregojnë se degët si menaxhimi i biznesit mbeten të preferuara, ndërsa fushat si shkenca mjekësore, infermieria dhe fizioterapia ofrojnë mundësi më të shpejta për punësim. Vihet re një tendencë ku dominon në mas kërkesa për menaxhim biznesi. Kjo me një tendencë të shkencave ekonomike vazhdojnë të mbeten në modë jo shumë mjekësia e përgjithshme, disi shkencat mjekësore, por më shumë shkencat mjekësore teknike, ato që gjithnjë më shumë po bëhen më të preferueshme nga ana e të rive. Profesione të cilat jo vetëm të afrojnë më shpejt me tregun e punës përmes një diplome 3 vjeçare bachelor, po mundsojnë dhe licencimin për ta rregulluar profesionin. Po ashtu sipas Muçës, ka një interes në rritje për arkitekturën, më shumë se sa për degën e inxhinierisë së ndërtimit. Tendenca këtë vit është më shumë për arkitekt se sa për inxhinier ndërtimi, pasi gustot apo dëshira për projekte sa më interesante si të jashtme ashtu dhe të brendshme nga ana e njerëzve ka bërë që kërkesa për arkitekt të jetë disi më e lartë. Eksperti thotë se mundësitë dhe hapësirat e reja në treg përformojnë një realitet të ri për profesionistët, ku punët individuale janë në fokus.